Tani sot është 8 marsi, dhe ishte 7 mars. Dhe ju e dëgjuat që në ditën e mësusit, në ditën e mësusave, jehoj një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikTok-u. Kjo është një mënyrë që nuk ka nevojë për asnjë koment, nuk ka nevojë për asnjë argumentim, nuk ka nevojë për asnjë fjalë më tepër, por që në vetvete u thot në radh parë të gjitha nënave, pavarësisht nëse janë socialiste, demokrate, me parti, pa parti, janë në Shqipëri, janë në Itali, janë në Greqi, janë në Australi, që nga çfarë duhet të ruhen në 11 maj. Dhe çfarë duhet të kenë parasysh në 11 maj? Sepse në 11 maj, kush voton, duhet të ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra. Ose t'i jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian në një kalendar super ambicios që mbyllet në 2027, i dakorcuar bashkë me ta, ku 1000 veta, shumica gra, me qëra fjala, edhe procesin e antarësimit ton në negociata e drejtojnë 2 vajza, Majlinda me Adean që foli këtu, pra 1000 veta që janë ullur atje dhe që nuk duhet humbin as 1 minutë me luhatje, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet. Kjo është shumë e qartë, nuk ka më të qartë se kaq. Dhe edhe një gjë tjetër. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikTok-u, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Kështu që unë besoj shumë në radh parë tek qetësia dhe tek mençuria e grave. Nuk është e rastit, dhe unë jam shumë krenar për këtë, nuk është e rastit që Partinë Socialiste e votojnë më shumë gratë se sa burra.